Paneli i tretë u mbajt me temën pas traumës dhe shëndeti mendor, nga ndërgjegjësimi te shërimi, i moderuar nga Kaltrina Ajeti, konsulente e shëndetit mendor. Në këtë panel morën pjesë Elma Miftari, specialiste e neuropsikologjisë klinike, Roshit Ismaili, specialist e mjekësisë familjare, Fiti Muka, psikolog, Erlet Muçolli, instruktor i certifikuar pilates dhe fizioterapist, dhe Pranvera Osmani, nutricioniste. Keni rezistu deri në këtë kohë, me qenë këtu dhe me diskutu për një temë kaq të rëndësishme, por besoj që kur flasim për stilin e jetesës është e pashmangshme që të flasim edhe për atë që e pengon shëndetin mendor dhe mirëqenie. Nuk mund të flasim për një stil jetese të shëndetshme në rast se ballafaqojmë vështirësi dhe probleme të cilat vijnë nga e kaluara. Tash para se dalë të trajtimi, më lejoni të them që shpeshherë është kriju një keq konceptualizim për atë se trauma determinohet prej ngjarjes. Ngjarja nuk është ajo që e determinon traumën, është mendimi që ne kemi për ngjarjen, mënyra se si e perceptojmë atë. Edhe nga një sy i lirë, edhe nga një sy i profesionistit, sa më herët që kërkojmë ndihmë, aq më e shkurt koha rehabilitimit dhe aq më i frytshëm kemi mu kthy në produktivitetin tonë të përditshëm. Zoti Ismaili, zakonisht e mjekët familjar drejtohen me simptoma fizike, ma shumë të. So është e vështirë me identifiku pasaj që ai individ ka trauma të caktuara psikologjike. Në që se flasim për të rinj, nga njëherë edhe kam përshtypje se ata janë edhe më të ngarkuar, sepse se si të rinj që janë, nuk pritet edhe që të kenë probleme të shëndetit fizik. Natyrisht që nuk dua ta anashkaloj, ta neglizhoj, ti minimalizoj problemet e tyre. Po në që se vjen një 22 vjeçar, 23 vjeçare,